Është mbajtur një event I veçantë për media I organizuar nga Albi Mall dhe Cineplex Kosovo. Gjatë këtij eventi u prezantuan arritjet kryesore të vitit 2025. Si dhe u zbuluan në mënyrë ekskluzive titujt më të pritur të filmave për vitin 2026. Cineplex nuk është veç një vend apo veç një kinema. Cineplex është një vend I cili bashkon gjenerata të ndryshme për të krijuar kujtime të cilat mbesin gjithmonë. Në Cineplex u dhanë edhe trailer ekskluziv të filmave në sallat IMAX dhe Lux Hall. Tani, gjatë vitit 2025, përpas arritjeve të mëdha që kemi pas në numër të shikuesve, ne kemi pasur një moment historik të cilin ne kemi pasur në datën 12 shkurt, ku kemi sjell formatin Premium IMAX. Jemi të vetmit në rajon që kemi këtë format dhe ja ofrojmë audiencës tonë. Kjo patjetër nuk do kishte qenë e mundur pa bashkëpunimin e ngushtë me qendrën Albi Mall dhe patjetër pa besimin e audiencës tonë të cilët na tregojnë çdo ditë dashurinë që kanë ndaj filmave të cilët shfaqen në kineman tonë. Pa dashur me kalu ende të filmat shqiptare apo filmat vendor, desha të thënë që formati IMAX është një format cilin ju e keni parë më herët, keni qenë pjesë e hapjes, I keni shijuar disa momente, mi po sot në fund të kësaj dhe kemi një 5 minutë të filmit Odyssey, që është komplet I gjiruar për IMAX dhe vjen së shpejti në kineman tonë. Tani të vazhdoj me filmat shqiptar. Suksesi I filmave shqiptar nuk është vetëm sukses I filmit. Filmat shqiptar kanë sukses gjithmonë nga përkrahja e juaj dhe mbështetja që ju japni. Gjithashtu, ne si kinema, nga dita e parë e hapjes tonë, kemi qenë mbështetës kryesor të këtyre filmave. Ne do vazhdojmë, si çdo herë, të I përkrahim deri në ditën e fundit. Gjatë vitit 2025 kemi përmbyllur vitin me 2 filma si kur Luna Park dhe Era, ndërsa vitin 2026 e kemi nisur me filmin Mala dhe do e vazhdojmë me filmin Loja e fundit. Për këtë nuk do të flas shumë, pasi pas pak do kemi edhe casting të cilët do flasin përgjithsisht rreth filmit. Një nga momentet kryesore të aktivitetit ishte prezenca e ekipit të filmit Loja e fundit, I cili u paraqit në një konferencë ekskluzive për media. Ta marrë gruja, të dronë përgjigju. Faktikisht ishte rastësi që I ra me kanë rastësi, por jashtëzakonisht shumë e bukur, që I ra 14 shkurt, I pikërisht dita e dashurumve për me kanë në Kosovë. Jam shumë I lumtur për 2 arsye. Para, që është kryesorja që na keni dashur dhe na doni prapë dhe nuk ka gjë më të mirë, domethënë që çdo hap që I helli në Kosovë kudo, më thojnë si Akjara, si Aluna, se edhe nuk ka lumturi më të madhe kur ta dojnë familjen. Na duken sikur janë gjithë familje, sikur na njohin mamin, gocën. Dhe e dyta që më keni hek një barë shumë të madhe, se s'disha që mi bak jashtë për 14 shkurt, që I thash do qojnë Prishtinë. Se më keni hek, jo jam bozhli. Për sa I përket filmit, s'po jo them gja vetë, se ndoshta pse po e jap falas, kështu që pyetni vetë. Çfarë doni me ditë, flitni vetë. Filloni me rrallë, pa rrallë, kush të ketë qef, nga këte janej, si të dëni. Ti dukesh je përgatit, se ke qysh mram që ke ba prova, jepi. Ka rritja e Ideja. Unë kur, do me thonë, unë kam pas gjithmonë ëndër me ba film, mu dukte e pa mujtën për shumë arsye. Para, sepse nuk jam aktor profesionist, e dyta nuk jam as regjisor as skenarist. Idet I kam, por I hadhin letër, si I thonë ana, letër të keqe, dhe duhet me I ba në mënyrë profesionale. Dhe e kam shpreh, duke e shpreh në për portal, në për intervista, I shkoj në vesh Claudias. Cineplex vazhdon të mbaj primatin e kinemas më të kërkuar në vend me avancimet më të fundit.